dhe në këtë projekt të administrimit të teritorit administrativ të Republikës. Prandaj, në këndvështrimin tim do të duhej që procesi për një rindarje administrative dhe ripërcaktime e mërtese të njësive dhe të institucionalizmit që lidhet me qeverisjen vendore në Shqipëri, do të duhet të ishte më serios dhe të kalonte një procedurë më specifike. Kur them specifike, nënkuptoj faktin që tryeza dhe panele që të përfshinte persona me autoritet dhe me përvojë të njohur në qeverisjen vendore në Republikën e Shqipërisë, do të duhet të sillnin opsionet e tyre. Cila prej dy forcave kryesore apo qoftë edhe komisioni i posaçëm parlamentar e zhvilloi këtë lloj arsyetimi. U se ndërtuan tryeza të diskutimit publik ku më shumë pati debate dhe polemika, replika me qytetarët, të cilët e arsyetonin çështjen në mënyrë spontane, por nuk pati tryeza të cilat të ballafaqonin në dy kahe. Në njërën anë të ishin reformatorët parlamentar, pra komisioni i posaçëm, dhe në anën tjetër të mund të ishin ish të zgjedhur të qeverisjes vendore, të cilët mund të ofronin opsionet e tyre, konstruktin e tyre si koncept për qeverisjen dhe për ndryshimet në pikpamjen e reformës administrative, dhe pse jo, edhe administratorë të cilët në kohë të ndryshme dhe në periudha të ndryshme kanë ndarë përvoja specifike për administrimin vendor dhe për qeverisjen vendore. Kjo nuk ndodhen. Dhe sot jemi në një situatë ku një pjesë e mirë e ndryshimit të hartës aktuale të njësive administrative të ndajnë edhe paknajësi si kundërisht ajo e Poliçanit në Skrapar, apo ajo e Prenjasit në qarkun e Elbasanit, e tjerë.